Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në atmosferën e shenjtë të Kurban Bajramit, dhjetra besimtar musliman u mblodhën në Gjirokastër për faljen e namazit dhe për sjelljen e mesazheve të paqes, solidaritetit dhe sakrificës. Muftiu Ermin Gjana apeloi për më shumë mbështetje ndaj familjeve në nevojë, ndërsa qytetarët shkëmbyen urime mes njëri tjetrit. Në Gjirokastër janë shtuar kontrollet veterinare në kuadër të masave parandaluese ndaj murtajes. Strukturat veterinare po monitorojnë fermat blegtorale dhe akset kryesore rrugore, ndërsa deri tani nuk është konstatuar asnjë rast i dyshuar i sëmundjes. Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë në të gjithë qarkun. Bashkia e Delvinës po vijon me një sër investimesh në zonat rurale me synim për mirësimin e jetesës së banorëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Sipas nënkryetares së Brunit Dameleqi, investimet janë përqendruar kryesisht në mbështetjen e sektorit bujqësor, duke qenë se zona ka karakter të theksuar bujqësor. Ndërkohë janë kryer edhe ndërhyrje në rrugët e disa fshatrave për të lehtësuar qarkullimin. Alergjitë e stinës po prekin edhe fëmijët e vegjël në Bashkinë e Delvinës, ndonëse në një numër më të ulët se të rriturit. Sipas mjekut të qendrës shëndetësore Trim Birbili, gjatë kësaj periudhe janë paraqitur raste në qendër për ndihmë mjekësore për shkak të simptomave alergjike. Mjekët këshillojnë prindit të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin faktorët që nxisin alergji tek fëmijët. Ju njohim tani më gjërësisht. Në atmosferën e shenjtë të Kurban Bajramit, dhjetra besimtar musliman u mblodhën në Gjirokastër për faljen e namazit dhe për sjelljen e mesazheve të paqes, solidaritetit dhe sakrificës. Muftiu Ermin Gjana apeloi për më shumë mbështetje ndaj familjeve në nevojë, ndërsa qytetarët shkëmbyen urime mes njëri tjetrit. Në orët e para të mëngjesit, dhjetra besimtar musliman ju drejtuan pallatit të sportit në Gjirokastër për të falur namazin e Kurban Bajramit në një atmosferë të mbushur me besim, paqe dhe reflektim shpirtëror. Pas faljes së namazit, muftiu i Gjirokastrës, Ermin Gjana, uroi të gjithë besimtarët për festën e Kurban Bajramit. Në mesazhin e tij, ai theksoi rëndësinë e solidaritetit, sakrificës dhe kujdesit ndaj familjeve dhe njerëzve në nevojë, duke apeluar për më shumë dashuri dhe mbështetje mes njëri tjetrit. Dua që të përcjell urimet e mia më të përzemërta për një Kurban Bajram sa më të gëzuar, të begat, të bollshëm dhe përgjegjshëm për të gjitha familjet shqiptare. Le të jetë kjo festë një festë e afrimit me Zotin, me krijuesin ton, por nëpërmjet veprave të mira, nëpërmjet solidarizimit, nëpërmjet afrimit me shoqërinë ton, nëpërmjet të ndarjes së sofrës ton me ata që kanë më pak mundësi. Dua në përfundim të fjalës time që të gjithë besimtarët musliman të rrethit të Gjirokastrës, por të mbar Shqipërisë, por edhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë, t'i uroj për shumë vite të tjera, të gëzuara, të begata, edhe festa të tilla të kenë gjithmonë në familjet e tyre. Besimtarët shprehen urimet që kjo ditë e shenjtë të sjellë paqe, shëndet dhe gëzim në çdo vatër familjare. Ne sot festojmë Kurban Bajramin, një nga ditët më të begata dhe madhështore të besimit tonë. Zoti ua pranoft kurbanet, lutjet dhe adhurimet dhe veprat e mira. Qoftë kjo ditë një burim paqe, mëshire dhe shëndetin familjet tuaja. Gëzuar. Ndërkaq, atmosfera festive kësaj dite do të shoqërohet me vizita dhe urime tradicionale mes komunitetit. Në Gjirokastër janë shtuar kontrollet veterinare në kuadër të masave parandaluese ndaj murtajes. Strukturat veterinare po monitorojnë fermat blegtorale dhe akset kryesore rrugore, ndërsa deri tani nuk është konstatuar asnjë rast i dyshuar i sëmundjes. Autoritetet bëjnë me dije se kontrolli do të vijojë në të gjithë qarkun. Në kuadër të masave parandaluese ndaj përhapjes së sëmundjes së murtajës, sektori veterinar në Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet në terren, duke ushtruar monitorimet në 51 ferma blegtorale, si dhe në akset kryesore rrugore të qarkut. Qëllimi këtyre kontrolleve është mbajtja në vëzhgim e situatës epidemiologjike dhe parandalimi çdo rreziku të mundshëm për përhapjen e sëmundjes në territor. Në urdhër ministri është miratuar programi mbikëhyrjes sëmundjes murtajës ruminantëve të vegjël dhe qarku i Gjirokastrës ka në monitorim 59 ferma me shtrije gjeografike nga zona me thellë deri në qytet, ku do të miren 1181 kampione serologjike. Dhe pas rezultateve laboratorike, do të shikojmë dhe ecurim sipas protokollit, sipas urdhrit dhe sipas
programeve të miratuara. Situata epidemiologjike në qarkun Gjirokastër paraqitet e qetë, veterinerët janë duke kryer profilaksin veterinare sipas programit të miratuar. Sëmundja ka shenja të qarta klinike. Fillon me temperaturë të lartë, e cila është tipike për këtë sëmundje, me rrjedhje nga sytë dhe nga hundët, me fshikza në mukozën e gojës, me diare, dehidratim dhe ngordhje. Është sëmundje e cila nuk transmetohet nga kafshët tek njerëzit, po ka karakter shumë të shpejtë ngjitës nga kafsha në kafshë. Përgjegjësja e sektorit veterinar Flora Zharkalli shprehet se deri tani nuk është konstatuar asnjë rast i dyshuar apo shenja pranie të sëmundjes. Megjithatë, strukturat veterinare mbeten në gatishmëri të plotë. Fermerëve ju bëj thirrje të evitojnë kontaktet me tufat e tjera, të evitojnë kullotjen me tufa të tjera, të ju bëj thirrje sapo të shikojnë që në ferm kanë probleme me bagëtin, të lajmërojnë shërbimin veterinar për të monitoruar situatën, që ne të shpëtojmë jo vetëm fermën e tij, por të shpëtojmë edhe fermat e tjera. Autoritetet veterinare theksojnë se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin si pjesë e planit të masave për garantimin e sigurisë shëndetësore në sektorin blegdoral. Bashkia e Delvinës po vjon me një sër investimesh në zonat rurale me synim për mirësimin e jetesës së banorëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Sipas nënkryetares Brunilda Meleqi, investimet janë përqendruar kryesisht në mbështetjen e sektorit bujqësor, duke qenë se zona ka karakter të theksuar bujqësor. Ndërkohë janë kryer edhe ndërhyrje në rrugët e disa fshatrave për të lehtësuar qarkullimin. Bashkia e Delvinës po vjon me një sër investimesh në zonat rurale me qëllim për mirësimin e jetesës së banorëve. Projektet e ndërmarra synojnë të rrisin standardin e shërbimeve dhe të lehtësojnë kushtet e përditshme për komunitetet e fshatrave. Duke qenë se është një bashkim me karakter bujqësor, sipas nënkryetares Brunilda Meleqi, investimet kryesore janë përqendruar në mbështetjen e sektorit bujqësor dhe zhvillimin e infrastrukturës që lidhet me këtë aktivitet. Ajo thekson se synimi është fuqizimi i ekonomisë lokale dhe krijimi i kushteve më të mira për fermerët. Bashkia e Delvinës është një bashki me karakter bujqësor dhe fokusi ynë ka qenë investimet në sektorin e bujqësisë. Dhe konkretisht jemi në përfundim të lotit të dytë të kanalit Vaditës Trushe. Është një kanal që i shërben diku te 600 hektar tokë bujqësore. Sigurisht që momenti që ka investime dhe banorët fillojnë dhe t'i vënë në funksion tokat e tyre. Ndërkohë bashkia ka ndërhyrë edhe në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në disa fshatra të zonës, me qëllim lehtësimin e qarkullimit të banorëve. Bashkia Delvin në territorin e saj ka dhe një njësi administrative, atë të Vergojit, ku ka nisur rruga hyrëse automobilistike. Gjithashtu vëmendja, ashtu si që thamë në qytet, ka qenë po e njëjtë edhe në këtë njësi, edhe në të gjitha fshatrat që përfshihen në të. Pothuajse në mas të 90% kanë përfunduar të gjithë rrugët e brendshme në fshatrat Fushvëri, në fshatin Bajka dhe në fshatin Stjar. Vazhdojmë në vazhdim me fshatrat e tjerë, duke u kujdesur që të gjitha fshatrat të preken nga investimet që bashkia ka kryer dhe do të kryejë në vazhdim. Në të rësi, investimet që po realizohen në zonat rurale në bashkinë e Delvinës synojnë të sjellin një zhvillim më të balancuar dhe të qëndrueshëm për të gjithë territorin. Autoritetet vendore theksojnë se këto ndërhyrje do të vijojnë edhe në periudhën në vijim, me fokus për mirësimin e shërbimeve dhe rritjen e cilësisë së jetesës së banorëve. Alergjitë e stinës po prekin edhe fëmijët e vegjël në bashkinë e Delvinës, ndonëse në një numër më të ulët se të rriturit. Sipas mjekut të qendrës shëndetësore Trim Birbili, gjatë kësaj periudhe janë paraqitur raste në qendër për ndihmë mjekësore për shkak të simptomave alergjike. Mjekët këshillojnë prindrit të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin faktorët që nxisin alergjitë tek fëmijët. Alergjitë e stinës prekin edhe fëmijët e vegjël, ndonëse në një numër më të ulët krahasuar me të rriturit. Gjatë kësaj periudhe, ndryshimet klimatike dhe faktorët mjedisor ndikojnë në shtimin e rasteve me simptoma alergjike në popullat. Sipas mjekut të qendrës shëndetësore në Delvin Trim Birbili, gjatë kësaj stine janë regjistruar disa raste të fëmijëve që prindrit janë paraqitur në qendër për të kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave alergjike. Ai thekson se rastet janë të menaxhueshme, por kërkojnë kujdes dhe trajtim në kohë. Për sa i përket moshave fëminore, nuk ka ndonjë shtim
të shprehur ose të dukshëm. Këto riniti alergjik, po riniti alergjik tek personat që janë me azmë bronkiale për shembull bëhet shkak që të shpërthejë edhe një krizë të azmës bronkiale. Por kjo është të gjitha rastet, vetëm te personat që vuajnë nga azma bronkiale. Vetë riniti alergjik bëhet shkak që të shpërthejë një krizë. Bluzat e bardha këshillojnë prindrit që të tregojnë kujdes të shtuar ndaj fëmijëve dhe të shmangin faktorët që mund të shkaktojnë alergji, si pluri, polenet apo ambientet e ndotura. Gjatë kësaj stine, tani për fëmijët që kanë alergji, që janë me azmë bronkiale dhe me rinit alergjik të theksuar, nuk duhet të ekspozohen ndaj alergenve, ndaj bimëve dhe pemëve që ju shkaktojnë këto alergji. Dhe ndërkohë duhet të jenë dhe të rregullt në terapinë që marrin. Ata që janë me vështirësinë e frymarrje duhet të marrin mjekimin inhalator që ja ka dhënë mjeku i familjes ose mjeku pneumolog ose alergolog. Mjekët theksojnë rëndësinë e identifikimit të hershëm të simptomave dhe konsultimin me specialistët për të parandaluar komplikacionet. Në Bashkinë e Delvinës aktualisht trajtojnë mendime ekonomike 135 familje, ndërsa 160 persona përfitojnë pagesë invaliditeti në kategori të ndryshme. Sipas përgjegjëses së Zyrës së Ndihmës Ekonomike Anela Janku, numri i përfituesve mbetet pothuajse i pandryshuar nga viti në vit. Ajo thekson se edhe gjatë sezonit veror, qytetarët mund të përfitojnë ndihmë ekonomike dhe njëkohësisht të angazhohen në punë sezonale duke deklaruar punësimin e tyre pranë institucioneve përkatëse. Në Bashkinë e Delvinës aktualisht trajtojnë mendime ekonomike 135 familje. Sipas përgjegjëses së Zyrës së Ndihmës Ekonomike Anela Janku, numri i familjeve përfituese mbetet pothuajse i njëjtë nga viti në vit, pa ndryshime të mëdha. Ajo thekson se bashkia vijon të mbështesë familjet në nevojë përmes skemave sociale në fuqi. Po ashtu Zyra e Ndihmës Ekonomike në Delvin trajton në total 165 invalid, duke përfshirë të gjitha kategoritë përfituese. Në Bashkinë e Delvinës trajtohen mendime ekonomike 135 familje, ku këtu përfshihet dhe njësia administrative Vergo. Me status të veçantë kemi 2 familje me status jetimi dhe 2 fëmijë në familje kujdestare. Nuk është se kemi pasur në një shtim të numrit të familjeve, as nga viti kaluar nuk është se ka ndonjë ndryshim për gjatë viti. Për pjesën e invaliditetit, ne trajtojmë 165 invalid, ku këtu përfshihen dhe gjithë kategoritë si paratetraplegjikët dhe invalidët dhe të verbrit, dhe personat me aftësi të kufizuar. Përgjegjësia e Zyrës së Ndihmës Ekonomike Anela Janku shprehet se numri i përfituesve nuk pëson ulje gjatë sezonit veror, pasi qytetarët kanë të drejtë të trajtojnë mendime ekonomike edhe në rast kur punësohen përkohësisht. Sipas saj, punësimi sezonal deklarohet pranë institucioneve përkatëse dhe nuk ndikon në ndërprerjen e përfitimit të ndihmës ekonomike gjatë kësaj periudhe. Për gjatë stinës së verës nuk është se ulet, sepse ata e kanë të drejtën e tyre që edhe të punojnë, edhe ta marrin ndihmën ekonomike në momentin që ata vinë edhe e deklarojnë punësimin, sepse edhe ne aty në sistem e shkruajmë që ky është punësim sezonal, edhe e vazhdojnë dhe e marrin edhe plus ndihmën ekonomike dhe punësimin që ata e bën. Në Bashkinë e Delvinës, skemat e ndihmës ekonomike dhe mbështetja sociale vijojnë të mbeten një ndihmë e rëndësishme për familjet dhe kategoritë në nevojë. Institucionet vendore theksojnë se puna për verifikimin dhe trajtimin e rasteve do të vazhdojë, me qëllim garantimin e mbështetjes për qytetarët që përfitojnë nga këto skema sociale. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTSH Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.